8 dhjetori shënon ditën kombëtare të rinisë, një përkujtim i lëvizjes studentore të vitit 1990, protestave paqësore që quan në rënien e regjimit komunist dhe vendosjen e demokracisë në vend. Prej vitit 2009, me vendim të Kuvendit të Shqipërisë, kjo datë përkujtohet si festë kombëtare, në ndërim të studentëve të dhjetorit dhe gjithë rinisë shqiptare. Në këtë ditë të rëndësishme, vëmendja duhet të kthehet te gjendja e sotme e rinisë. Sa janë, çfarë ofrohet dhe ku po shkojnë. Sipas Instat, gjatë vitit 2024, mosha nga 15 deri në 29 vjeç përbënin 405.000 veta, një rënje drastike krahasuar me dekadat e mëparshme, për shkak të emigracionit masiv dhe lindshmërisë së ulët. Kjo tkurrje nuk është vetëm statistik, ajo përkthehet në më pak nxënës dhe student, në shkolla dhe universitete. Sistemi arsimor dhe struktura e tregut janë në disbalans. Shumë prej të rinjve që diplomohen mbeten jashtë tregut të punës, ose detyrohen të punojnë jashtë profilit të tyre. Në vitin 2024, sipas Instat, të rinjtë e grup moshës 15 deri në 29 vjeç, të cilët nuk janë të punësuar, nuk janë duke ndjekur shkollën apo formim profesional, përbëjnë 22.2% të rinjve gjithsej. Në këtë grup mosh, 44.9% e të rinjve janë të papunë. Struktura e popullsisë jashtë forcave të punës është e dominuar nga studentët, që përbëjnë 36.1%. Emigrimi të rinjve është bërë një realitet i zakonshëm për Shqipërinë. Shumë prej të rinjve që mbarojnë arsimin e lartë, ose sidomos ata që kanë studiuar në shkolla profesionale, zgjedhin të largohen drejt vendeve të BE-s, për paga më të larta, kushte më të mira dhe jetë më të sigurt. Këtë 8 dhjetor na rikthen në vëmendje një realitet që kërkon përgjigje konkrete, një shoqëri më përfshirëse, më e drejtë dhe më shumë mundësi për brezin e ri.